Horoskopi ditor e diel, 11 maj 2025. Horoskopi ditor i dashit, 11 maj 2025. Sot, dashi, jeni plot energji dhe entuziazëm, gjë që ju fton të merrni iniciativën si në çështjet personale, ashtu edhe në ato profesionale. Rreshtimi i hënës me Marsin rrit vrullin tuaj, duke ju nxitur të përballeni me sfidat drejt për drejt. Kushtojini vëmendje stilit tuaj të komunikimit, pasi ndikimi i Mërkurit mund t'ju bëjë më të hapur se zakonisht. Konsideroni kanalizimin e energjisë suaj në rrugë krijuese ose projekte të reja, të cilat ka të ngjarë të japin rezultate të dobishme. Marrëdhëniet mund të përfitojnë nga qasja juaj proaktive. Planifikoni një aktivitet spontan me një të dashur për të ringjallur shkëndijat. Financiarisht, një surprizë mund të jetë në pritje, duke ofruar një shans për investim. Ndërsa mund të ndjeni të pamposhtur sot, sigurohuni që të balanconi aktivitetet tuaja fizike me pushim të mjaftueshëm për të shmangur lodhjen. Përqafoni mundësitë për rritje, por qëndroni të bazuar në realitet. Optimizmi juaj është aseti juaj më i mirë sot, por qëndroni të kujdesshëm ndaj tejkalimit të kufive në mjediset shoqërore për të ruajtur harmoninë. Horoskopi ditor i Demit, 11 maj 2025. Demi, sot sjell një valë vetanalize dhe reflektimi, ndërsa hëna lundron në sferën tuaj, duke ju nxitur të rivlerësoni prioritetet tuaja. Kjo është një kohë për kryer për të përqendruar dhe për të kërkuar qartësi në qëllimet afatgjata. Venusi, planeti juaj sundues, amplifikon njohuritë tuaja intuitive, duke ju udhëhequr drejt lidhjeve më të thella emocionale. Kushtojini vëmendje shtesë mjedisit tuaj shtëpiak dhe hapësirës personale, pasi ato ndikojnë në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Është një ditë premtuese për të kultivuar marrëdhënie të ngushta. Hapuni me dikë që i besoni për çështjet që ju shqetësojnë. Financiarisht, rishqyrtoni strategjitë tuaja të buxhetimit për të përshtatur me aspiratat e ardhshme. Kini kujdes nga shpenzimet impulsive, pavarësisht ofertave joshse që mund të lindin. Sa i përket shëndetit, merruni me aktivitete relaksuese ose meditim për të përqendruar mendimet tuaja. Mos u shmangni nga vetmia, pasi ajo mund të ofrojë përgjigjet që keni kërkuar. Besojini zërit tuaj të brendshëm dhe ndiqeni atë me vendosmëri për të lundruar pa probleme në përpikat në agjendën e sotme. Horoskopi ditor i binjakëve, 11 maj 2025. Binjak, sot do të përjetoni aftësi të larta komunikimi, fal pozicionit të favorshëm të Mërkurit. Yjet ju inkurajojnë të shprehni idetë tuaja në mënyrë krijuese, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për bashkëpunim ose rrjetëzim. Përshtatshmëria juaj ju lejon të lundroni në rrethe të ndryshme shoqërore me lehtësi. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj. Megjithatë, keni kujdes për detajet, pasi energjia e gjerë e Jupiterit mund të turbullojë saktësinë. Në punë, mund të shfaqen mundësi për leadership ose për të marrë drejtimin e projekteve, duke shfaqur talentet tuaja shumëplanëshe. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga hapja juaj, duke nxitur lidhje më të thella. Angazhohuni në diskutime që sfidojnë intelektin tuaj dhe zgjerojnë horizontet tuaja. Perspektivat financiare duken të qëndrueshme, por shmangni në shkrimin e marrëveshjeve me nxitim. Në fushën e shëndetit, kanalizoni çdo energji të tepërt në aktivitete fizike ose praktika të vetëdijes për të ruajtur ekuilibrin. Përqafoni spontanitetin në ndërveprimet tuaja, por sigurohuni që t'i bazoni veprimet tuaja me qëllim. Shfrytëzoni energjinë e gjallë të sotme për të çuar përpara drejt qëllimeve tuaja. Horoskopi ditor i Gafores, 11 maj 2025. Gaforja, sot ju fton të zhyteni në rritjen personale dhe shërimin emocional. Prania e butë e hënës ju inkurajon të kaloni kohë cilësore duke reflektuar mbi nevojat dhe dëshirat tuaja. Është një ditë ideale për të përqafuar kujdesin për veten dhe aktivitete solo që ju rigjallërojnë shpirtin. Vëmendja bie mbi jetën tuaj në shtëpi. Merrni në konsiderat organizimin ose zbukurimin e hapësirës suaj për të krijuar një stre. Marrëdhëniet thellohen ndërsa shprehni cenueshmëri, prandaj hapni zemrën tuaj për ata që kanë rëndësi. Kërkoni harmoni në komunikim për të shmangur keqkuptimet. Profesionalisht, ndërmerrni hapa gradual drejt ambicieve të vjetra. Dëgjoni intuitën tuaj kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve. Çështjet financiare kërkojnë optimizëm të kujdesshëm. Merrni në konsiderat kërkimin e këshillave para se të bëni angazhime të rëndësishme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ushqyerjen e trupit tuaj me ushqime të shëndetshme dhe ushtrime të lehta. Angazhohuni në hobi që sjellin gëzim, ose humbeni veten në një libër të mirë për të fituar perspektiva të reja. Mos harroni, rritja vjen nga brenda, dhe sot mbështet udhëtimin tuaj drejt qëndrueshmërisë së brendshme. Horoskopi ditor i Luanit, 11 maj 2025. Luani, një shpërthim kreativiteti shënon ditën tuaj fal energjisë dinamike të diellit që ushen ambicjet tuaja. Sot është ideale për të shfaqur talentet tuaja dhe për të shprehur idetë tuaja me guxim. Kanalizoni këtë energji të gjallë në aktivitete që kërkojnë inovacion ose talent artistik. Profesionalisht, ky është momenti juaj për të shkëlqyer.
hidhuni përpara në projekte ose prezantoni idetë tuaja me besim. Marrëdhëniet lulëzojnë nga eksitimi dhe spontaniteti. Planifikoni një dalje argëtuese ose surprizoni një të dashur për të forcuar lidhjet. Lidhjet shoqërore lulëzojnë ndërsa ju shkëlqeni me karizëm, duke tërhequr njerëzit në orbitën tuaj. Financiarisht, yjet sugjerojnë të kërkoni rrugë të reja për investime ose kursime, por sigurohuni që të peshoni me kujdes rreziqet. Shëndeti fizik përfiton nga angazhimi në aktivitete që ju rrihin zemrën. Sidoqoftë, ruhuni nga lodhja duke balancuar energjinë e lartë me momentet e pushimit. Sfidat e sotme janë gur themeli. Përqafojini ato si pjesë të narrativës suaj të rritjes. Lëreni pasionin tuaj të ndezë shtigjet drejt suksesit duke qëndruar besnik ndaj natyrës suaj bujare. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 11 maj 2025. Virgjëresha, sot thekson rëndësinë e planifikimit të kujdesshëm dhe vëmendjes ndaj detajeve. Renditjet qiellore aktuale favorizojnë rishikimin dhe përsosjen e projekteve tuaja në vazhdim. Me ndikimin e Mërkurit, aftësitë tuaja analitike janë rritur, duke bërë atë një ditë të shkëlqyer për zgjidhjen e problemeve dhe organizimin. Në punë, qartësia në komunikim është thelbësore. Kontrolloni 2 herë emailet dhe shënimet tuaja për t'u siguruar që pikat tuaja janë të sakta. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë durim. Qasuni bisedave me empati për të shmangur keqkuptimet. Financiarisht, shqyrtoni shpenzimet tuaja dhe kërkoni fusha për të rritur kursimet. Shmangni blerjet impulsive sot pasi rrjedhjet e vogla mund të çojnë në probleme më të mëdha më vonë. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në një dietë të ekuilibruar dhe përfshini praktika qetësuese si yoga ose frymëmarrja e thellë për të luftuar çdo stres. Edhe pse orari juaj mund të jetë i ngjeshur, marrja e pushimeve të shkurtra do të rrisë produktivitetin. Përdorni energjitë e sotme për të rregulluar gjërat e lëna pas dore dhe për të krijuar sisteme që mbështesin qëllimet tuaja afatgjata. Preciziteti tani do të jap fryte në sipërmarrjet e ardhshme. Horoskopi ditor i Peshores, 11 maj 2025. Peshorja, ndër veprimet shoqërore marrin vendin qendror sot, pasi Venusi frymëzon harmoni dhe bashkëpunim në takimet tuaja. Ju jeni veçanërisht të hapur ndaj perspektivave të tjerëve, duke e bërë atë një ditë të favorshme për negociata dhe ndërtim lidhjesh. Përqafoni shanset për punë në grup, qoftë në mjedise profesionale apo brenda rretheve personale, për të arritur objektiva të përbashkëta. Marrëdhëniet romantike mund të lulëzojnë përmes përvojave të përbashkëta. Merrni në konsiderat planifikimin e një takimi ose aventure që përzien relaksimin me përvoja të reja. Financiarisht mund të lindë një fitim ose mundësi e papritur, qëndroni vigjilent dhe mos u shmangni nga eksplorimi i këtyre perspektivave. Shëndeti përqendrohet në ekuilibër. Synoni të harmonizoni punën me kohën e lirë për të ruajtur ekuilibrin tuaj. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen pa prishur paqen tuaj. Shmangni të qenit i pavendosur sot. Besoni instinkteve tuaja kur përballeni me zgjedhja. Përdorni aftësitë tuaja natyrore të ndërmjetësimit për të zgjidhur konfliktet dhe për të ruajtur marrëdhënie pozitive. Lejoni që energjitë bashkëpunuese të sotme t'ju udhëheqin hapat drejt përvojave të ekuilibruara dhe shpërblyese. Horoskopi ditor i Akrepit, 11 maj 2025. Akrepi, transformimi është tema e sotme, ndërsa baticat kozmike ju sfidojnë të zhyteni thellë në psikikën tuaj të brendshme. Kjo është një periudhë vetë zbulimi dhe pasionesh në zhvillim. Yjet ju nxisin të përballeni me çështjet që kanë nevojë për zgjidhje, duke nxitur rritjen përtej zonave të rehatisë. Profesionalisht, përgatituni për ndryshime ose zbulime që kërkojnë përshtatshmëri. Është koha për të përqafuar ndryshimin në vend që të rezistoni. Kini kujdes nga luftërat për pushtet. Ruani integritetin dhe shmangni taktikat manipuluese. Financiarisht, mbani një sy në investimet dhe strategjitë e menaxhimit të parave, duke i përshtatur ato me realitetet aktuale. Në marrëdhënie, ndershmëria e papërpunuar stimulon lidhje më të thella, por tregohuni të finosur në ofrimin e tyre për të shmangur konfliktet e panevojshme. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjitë tuaja intensive në aktivitete fizike si artet marciale ose kardio për të çliruar emocionet e ngulitura në mënyrë konstruktive. Meditimi ose mbajtja e një ditari do të ndihmojnë në përpunimin e energjive transformuese të sotme. Besojini procesit të ndryshimit dhe guxoni të hiqni dorë nga ajo që nuk ju shërben më për të mirëpritur fillimet dhe rritjen e re. Horoskopi ditor i Shigjetarit, 11 maj 2025. Shigjetari, lëvizjet qiellore të sotme theksojnë kuriozitetin dhe eksplorimin. Bota ju thërret dhe kështu bën edhe idetë e reja. Ushqeni këtë dëshirë për të udhëtuar duke pasur parasysh të mësuarit dhe udhëtimin, edhe nëse për momentin është vetëm një udhëtim mendor. Ekziston një dëshirë e fortë për të zgjeruar horizontet tuaja. Merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs online ose angazhimin në diskutime filozofike për të shuar këtë dëshirë. Perspektivat e karrierës duken premtuese nëse jeni të gatshëm të përqafoni perspektiva të ndryshme.
kapni momentin për të inovuar dhe për të filluar projekte që përputhen me vizionin tuaj. Vendimet financiare përfitojnë nga një qasje e përgjithshme, por sigurohuni që të mbani qëllime realiste brenda mundësive. Marrëdhëniet personale mund të lulëzojnë me biseda me mendje të hapur. Ndani ëndrat tuaja dhe inkurajoni të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Sa i përket shëndetit, mbani nivelet e energjisë të qëndrueshme me aktivitete që frymëzojnë, si eqja në natyrë ose një vrapim piktoresk. Njohuritë e sotme hapin rrugën për shtigje të reja zbulimi, duke përforcuar dëshirën tuaj natyrore për jetë dhe aventurë. Përqafojini ato plotësisht dhe gjerësisht. Horoskopi ditor i Briciapit, 11 maj 2025. Briciapi, 11 maj thekson stabilitetin dhe arritjet praktike, ndërsa ju thirreni të përqendroheni në rezultate të prekshme. Yjet sugjerojnë të ndërmerrni hapa metodik drejt ambicieve tuaja, duke u ndërtuar mbi themelet e forta që keni vendosur. Shfrytëzoni vendosmërinë tuaj të fokusuar për të përparuar në projektet në vazhdim dhe për të përmbushur afatet në mënyrë efektive. Në marrëdhënie, durimi është çelësi. Sigurohuni që komunikimet të jenë të qarta për të parandaluar çdo keqinterpretim. Rezistenca emocionale do t'ju ndihmojë të përballoni sfidat e ditës. Financiarisht, është një moment i përshtatshëm për të vlerësuar investimet tuaja. Merrni në konsideratë strategji konservatore që premtojnë rritje të qëndrueshme. Shëndeti personal kërkon një qasje të ekuilibruar. Mbani një rutinë të qëndrueshme dhe përfshini ushtrime si pilates ose trajnim force. Rutina e sotme mund të duket e zakonshme, por ajo përgatit terrenin për triumfet e ardhshme. Përqafojeni këtë fazë të përparimit të qëndrueshëm, duke besuar se këmbëngulja do të japë rezultate. Reflektoni mbi qëllimet afatgjata dhe përshtatni strategjit në përputhje me rrethanat, duke mbajtur gjithmonë një sy në pamjen e përgjithshme. Qasja juaj e disiplinuar siguron sukses të vazhdueshëm. Horoskopi ditor i Ujorit, 11 maj 2025. Ujori, rreshtimet planetare të sotme ndezin shpirtin tuaj inovativ dhe jo konvencional. Ju tërhiqeni nga idet në balë të rrugës, gati për të sfiduar status quo. Shfrytëzojeni këtë energji dinamike për të hapur shtigje të reja në fushën tuaj profesionale, duke propozuar zgjidhje ose inovacione që mund të ndryshojnë peizazhin. Bashkpunoni me individ me mendësi të ngjashme që frymëzojnë kreativitetin tuaj. Në frontin personal, qasuni marrëdhënieve me hapje, duke lejuar formimin e aleancave të reja dhe jo konvencionale. Financiarisht, është koha për të eksploruar mundësi alternative, investimi që përputhen me natyrën tuaj të menduarit përpara. Sa i përket shëndetit, mbajeni të mpreshtë shkathësinë tuaj mendore, duke u angazhuar në aktivitete si shahu ose lojra strategjie. Balanconi ndjekjet tuaja vizionare me momente vendosje për t'u siguruar që të qëndroni të përqendruar mes emocioneve. Përqafoni mundësitë për ndryshim dhe inovacion, duke lënë vizionin tuaj të orientuar përpara të udhëheq. Mos harroni, shkëlqimi sotëm përgatit terrenin për përparime të mundshme. Bëni një hap përpara me besim dhe kreativitet dhe lini gjurmën tuaj. Horoskopi ditor i Peshqve, 11 maj 2025. Peshqit, energjitë e sotme inkurajojnë vetanalizën dhe intuitën e shtuar, duke ju ftuar të kërkoni ngushëllim në kreativitet dhe lidhje të dhëmshura. Ndikimi i hënës rrit aftësitë tuaja psikike, duke e bërë atë një kohë të favorshme për përpjekje artistike dhe eksplorimin e shtigjeve shpirtërore. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime. Ndjenjat tuaja të brendshme janë veçanërisht të besueshme tani. Bashkpunoni me kolegët që e vlerësojnë perspektivën tuaj vizionare. Në marrëdhëniet personale, cenueshmëria hap dyert për një kuptim më të thellë. Ndani mendimet tuaja dhe dëgjoni në mënyrë aktive të dashurit tuaj. Financiarisht, ëndërroni shumë, por bazojini veprimet tuaja në planifikim strategjik për të shmangur zgjedhjet jo praktike. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete qetësuese si noti ose meditimi për të ruajtur ekuilibrin. Kushtojini vëmendje ëndrave dhe sinjaleve delikate. Ato mund të ofrojnë njohuri që udhëzojnë veprimet e ardhshme. Përqafoni energjitë mistike të sotme, duke lënë imagjinatën tuaj të shpaloset, duke ruajtur një ekuilibër midis idealizmit dhe realizmit. Zemra juaj empatike mban çelësin për të nxitur lidhje kuptimplote dhe shërim si brenda jush ashtu edhe përreth jush. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.